Haklaj, përgjithsi, po. Po në fakt ata ishin mbretërinj. Po e di një gjë, që ka pas shqiptar që vriteshin mes tyne. A ke pas ndonjëherë komunikim me Fatmir Haklën e të kohë apo jo? Haklaj, përgjithsi, po. Po në fakt ata ishin mbretërinj. Në fakt më ka ndodhur vjet, për herën e parë me fol me do Haklaj të brezit tënd, që jeton në Belgjik duket. Edhe kemi kthy tek asaj kohe, ata si fëmijë që kanë përjetu, unë që kam përjetu. Mirë, në atë kohë nuk e kemi kuptuar mirë çka po ndodh, ta them drejt, në trupoj Marancu ka qenë një atmosferë e veçantë. Ne ishim duke marrë shumë me plagosur i tuçëkës. Ne shkojshim atje natë me i marr aty, ata në veturat tona e kemi kthy, kemi mjekuar se isha me një mjek vazhdimisht, edhe ka qenë pak një punë tjetër. Do refugjat ka qenë sidomos ushtar plagosur që kemi përkra në atë kohë. Refugjat nga pak, jo në krahasim me refugjat kohën e 99-s. A keni pas rastin vetëm me familjen Hakle kështu në përgjithësi apo edhe me Fatmirin në veçanti? Jo, s'më kujtohet fare me cilat Haklaj kemi bisedu. Në emrin e Kërçit Kush po flas. A keni pas bashkëpunim me ta? Bashkëpunim, mund të them kemi pas bashkëpunim, a kemi pas mbrojtje ndoshta. Prej kujt? Ishim rrethuar për shqiptarët, çfarë rrezik kishte? Ishte një atmosferë e veçantë, të cilën është vështirë të tregosh kush e ka kuptuar çka po ndodh, çka po bën filan. Nuk e di. Po e di një gjë, që ka pas shqiptar që vriteshin mes tyne. Më kujtohet shumë mirë një shqiptar që ka qenë një aktivist i PJ-s për mbrojtjen e drejtave njerëzit, ishte i LDK-s, po ai ishte si refugjat edhe në Bajramcur në atë kohë, po ka qenë vazhdimisht një njeri që ka ndihmuar Kërçit Kush kur ishim në Kosovë. Edhe më kujtohet një herë ai ishte duke ardhur në takim me mu, bile, te Hotel Shkëlzen, si Hoteli Shkëlzen atje krejt ishim. Sot kur e shoh Hotel Shkëlzen çka po është, nuk është krahasim fare me çka ishte në atë kohë. Po, nëse. Edhe kam dash disa me vrarë gjatë rrugës. E dëgjova do të shtëna, ishte një tentativë vrasje ndaj tij. Këtu në atë kohë ishte vështirë të analizohet çka po ndodhte, po ka qenë ajo koha kur e kam fillu me dëgju për Farkun, UÇK-ja Farku, UÇK-ja. Erdhi një moment, a ishte në 98, a në 99, nuk më kujtohet, por e di kjo si Kryqi ndërkombëtar na ka rastis disa herë me imprur ndihmat e para për emergjencë, për të shëruar plagat e tyre, do materiale. Ne në fakt e kemi prur në ambulantat e Farkut, në ambulantat e UÇK-s. Edhe në sekret e kishin emblem të UÇK. Edhe në Tiranë, edhe atje në Veri, dishim ku janë, ishin në marrëveshje, kemi prur ndihma. Po për të kuptuar më tu që unë në atë kohë pa tako fare as pjekurit se kisha, as nuk i kisha elementet kryesor për të kuptuar pse këto ndarje. Sa vjeç ke qenë atë kohë? Kam qenë 26, 27. Mirë, ndoshta pjekurin do duhej të kem, po nuk e kisha mjaft për të analizuar thellë. Nuk e kisha mjaft sepse ditët tona merreshim me punë të tjera. Kishim punë me do familjar, edhe rrugët në atë kohë nuk ishin si rrugë sot. Të shkonsh prej pikës A te pika B ishte vërtet një aventurë. Rrugat në Tropoj e në Kukës e të tjera nuk janë sikur janë sot. Autostradë sigurisht që s'kishte. Më shumë me traget kemi udhëtu kur ktheheshim në Tiranë. Do me thënë, e pas që më vinte keq për ato ndarje të cilat ishte një luftë pushtetesh, ishte një luftë ndikimesh prej disa individëve që neve s'na ka interesu me identifiku kush janë. Po sigurisht, kemi marrë aq shumë dëshmi të çka po ndodh në Kosovë. Aq shumë njerëz kanë folur me ne, që sigurisht kemi marrë disa element të dobishme ndoshta për disa analiza, po nuk ishte puna jonë me u marrë me këto analiza me kuptu. Thjesht neve si në Kryqin ndërkombëtar ne interesonte të kemi qasje tek viktimat. Viktimat janë refugjat, janë burgosurit,
janë ata që flasin për çdukurit, të marrim informat ku është filan, ta kemi për dityrë me gjetë të çdukurit. Të tjerat janë punë për të tjerët. Kemi mjaft spionë e analizë politik për të marrë me këto punë.